Përshëndetje të dashur miq, sot do t'ju tregojmë se si të ndërroni plehun e lules së orkidit. Siç e shikoni edhe vetë, kjo lule i ka dhënë shenjat një nga gjethet është zverdhur, ka nevojë që t'i ndërrohet plehu, njëkohësisht edhe vazua. Ky është orkidi më i vjetër që unë kam në shtëpinë time, ka 11 vjet që ky orkid më jep lule të bukura vit pas viti. Dhe kjo në saj të kujdesit që kemi treguar për të. Fillimisht do largojmë plehun e vjetër me kujdes nga rënjët dhe do fillojmë të pastrojmë të gjitha rënjët e kalbura. Pasi ta kemi bërë këtë punë, orkidin e vendosim te vazua, largojmë të gjitha rënjët e kalbura dhe po ta vini re, rënja e kalbur është e nxirr në maj dhe si rrjedhoj nuk funksionon më për ta ushqyer lulen e orkidit. Pasi e kemi pastruar nga plehu, rënjën e lules është mirë që ta lëmë në ujë. Përgatitim vazon me plehun e veçantë për lulen e orkidit. Zakonisht, këtë lloj plehu e gjeni në të gjitha dyqanet që tregtojnë këtë lule. Po ua tregojmë edhe më nga afër që ta shikoni se si duket. Më pas përgatitim vazon ku do mbjellim lulen e orkidit. Hedhim një dorë me ple në fund të vazos, vendosim rënjët e lules me kujdes brenda në vazo, largojmë edhe gjethen e kalbur njëkohësisht, sigurohemi që lulja të qëndrojë drejt kur të fillojmë dhe të shtojmë plehun, dhe plehun do fillojmë ta hedhim pak nga pak, duke i mbushur të gjitha boshllëqet që janë midis rënjve. Kur vazon ta kemi mbushur ashtu siç duhet, i vendosim shkopin, lidhim lulen që të qëndrojë në pozicionin e saj dhe më pas këtë vazo do ta vendosim në një vazo tjetër të mbyllur me ujë për 24 orë. Kjo bëhet me qëllim që plehu i ri dhe i thatë të marrë lagështinë e duhur, pasi të gjithë e dim që lulja e orkidit është një lule tropikale që i pëlqen lagështia. Pas 24 orëve vazon e nxjerrim nga uji, e kulloj mirë dhe kujdesemi që lulet t'i mbajmë në një vend me dritë.